Nga 15 marsi, në Kosovë ka nisur zbatimi i ligjit për të huajt dhe ligjit për automjete. Këto dy ligje rregullojnë afatet kohore të qëndrimit të huajve në Kosovë, si dhe të qarkullimit të veturave me targa të huaja. Për gjitha paqartësitë dhe pikpyetjet e ngritura në këto ditë, sa i përket zbatimit të këtyre ligjeve, do të flasim me Qëndrim Bytyqin, drejtor në Departamentin Ligjor të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Mirë se erdhët zotri Bytyqi dhe faleminderit për kohën. Mirësegjetëm, faleminderit për ftesën. Atëherë, si fillim, a mund të na tregoni si kanë shkuar ditët e para të zbatimit të këtyre ligjeve në përgjithësi? Atëherë, si që kemi sqaruar edhe më herët, këto janë ligje që janë fuqi që një kohë gjatë. Konkretisht ligji për të huajt është fuqi që nga viti 2013, ndërsa ligji për automjetet që nga viti 2017, domethënë versionit e fundit të këtyre ligjeve që janë fuqi, për shkak që ka pas ligje të ngjashme edhe më herët. Kështu që zbatimi i këtyre ligjeve ka filluar që nga koha kur ato kanë qenë në fuqi, po çka kemi bëna si Ministri e Punëve të Brendshme gjatë kësaj periudhe është që nga 15 janari 2026 kemi bërë një fushat intenzive informuese për zbatimin e tyre të plot në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Domethënë zbatimi ka qenë duke u bë, po gjatë kësaj periudhe kemi filluar një zbatim më të plot, një zbatim në gjithë territorin e Republikës Kosovës. Nga data 15 mars 2026, domethënë nga kjo javë veç ka filluar zbatimi i plot i këtyre ligjeve në praktik. E kemi pasur që nga e hana kur kanë filluar qoftë aplikimi për leje qëndrim ose deklarimet e adresës, ka pas një numër më të madh qytetarëve që janë interesuar edhe që kanë filluar me apliku qoftë për regjistrim të adresës, qoftë për aplikim për leje qëndrim, kështu që në përgjithësi po e shohim që këto ditë ka një interesim më të madh qytetarëve për me apliku dhe me zbatu këto ligje. Po, kemi pa që këto ditë ka pas edhe shumë pikpyetje nga njerëzit sa i përket disa elementeve të këtyre ligjeve në zbatim. Një prej pikave që ka shkaktuar shumë paqartësi ka qenë edhe ky qëndrimi prej 90 ditësh brenda 180 ditëve për të huajt në Kosovë. Zotri Bytyqi, a vlen ky kufizim edhe për personat që tazëm kanë shtetësi të një shteti të huaj, tazëm Gjermani, Serbisë, Bosnjës, por e kanë edhe shtetësinë e Kosovës? Atëherë me sqaru në fillim, sipas ligjit për të huajt Kosovë, i huaj konsiderohet çdo kush që nuk ka shtetësinë e Republikës Kosovës. Pa marrë parasysh çfarë shtetësie tjetër ka, çdo kush që nuk ka shtetësinë e Republikës Kosovës konsiderohet i huaj për ligjin tonë. Tash para se më shku te ky qëndrimi në 10 ditor, ligji për të huaj i rregullon qëndrimin në disa mënyra të huajve në Republikën e Kosovës. Kjo që përmendet ju, sipas ligjit njihet si qëndrimi afatshkurtër. Qëndrimi afatshkurtër pa vizë ose pa një leje qëndrim. Pa vizë ose me vizë, varësisht se nga cili vend vije. Nëse i kemi këto shtetet e Evropës që i përmendet ose shtetet e rajonit, vinë Kosovë pa viza, por ka shtete tjera cilat për me anë Kosovë duhet me apliku dhe mu pajis me vizë. Domethënë kjo është qëndrimi afatshkurtër që është 90 ditë brenda çdo periudhe prej 180 ditëve. Domethënë kur kalon periudha 180 ditore, i huaj ka drejt me hy prap edhe me qëndru maksimumi 90 ditë tjera për periudhën e mbetur 180 ditore. Është me rëndësi të theksohet që gjatë kësaj periudhe hyrja lejohet vetëm për qëllime vizite, turistike, apo për qëllime tjera, por nuk lejohet për qëllime pune, apo për qëllime të studimit ose çështje tjera. Kështu që kjo 90 ditëshin brenda 180 ditëve zbatohet ndaj gjithë personave që nuk kanë shtetësi të Kosovës. Po, kur vjen pra si turist në Kosovë. Për çfarë do arsye që vjen në Kosovë me përjashtim të punës ose të studimeve. Këto tjera domethënë për qëllime vizite në Kosovë. Ndërkaq si trajtohen zotri Bytyqi shtetasit e Serbisë, do thotë që kanë vetëm dokumente të lëshuara nga Serbia që punojnë në strukturat paralele serbe në Kosovë. A janë ata, për shembull shkolla ose spitale, janë të detyruar të pajisen me leje qëndrim për të qëndru më shumë se 90 ditë Kosova dhe për të punu këto? Atëherë besoj keni pa një komunikat që ka publiku Ministria e Punëve të Brendshme dielen, lidhur me këtë situatë. Na si Ministri e Punëve të Brendshme kemi marrë gjitha veprimet e nevojshme që janë për me ofru leje qëndrime për të përkohshme për këta shteta të cilët janë duke ofru shërbime në shëndetësi dhe në arsim, por të cilët kanë dokumenta struktura paralele ose kanë dokumenta të Serbisë, por që jetojnë që punojnë në këto struktura. Struktura paralele.
gjithta do të jenë detyruar me apliku për leje qëndrim të përkohshëm në Republikën e Kosovës, i cili jepet për një periudhë 12 mujore fillestare, edhe gjitha kjo është bërë sipas komunikatës, gjitha kjo është bërë për me siguru që shërbimet shëndetësore dhe arsimore kanë me vazhdu me u ofruar këto institucione. Do të vazhdojë edhe më tutje aplikimi për një leje qëndrim më afatgjatë pas 12 muajve, apo do të bëhet i përhershëm? Vendimi parashef vetëm një periudhë 12 mujore, domethënë kjo është periudha pas që 12 fillon. muajve? Kjo është çka parashef vendimi, domethënë fillestare është 12 muaj, pastaj siç është sqaruar në komunikat duhet vazhdojnë procedura tjera të integrimit këtyre institucioneve, licencimi i institucioneve dhe pajisja e tyre me dokumentat Republikës Kosovës pas kësaj periudhe. Ndërkaq, po të shtunën, kur edhe u bë publike gjithë kjo në konferencën për media, kryeministri Kurti përmendi se qeveria do të marrë lista të stafit akademik dhe atij shëndetësor nga krerët e komunave me shumicë serbe, në mënyrë që tyre personave MPB-ja t'u jap lejet e qëndrimit. A keni pranu lista të tilla? Kanë filluar t'i dorëzojnë? Tash me sa unë jam i informuar, nuk kemi pranu lista, por besoj që unë jam këtu i thirrur më shumë për mjë përgjigj pyetjeve teknike ose këto që janë më shumë për ka pjesa aplikimeve, ndërsa kjo tjetra besoj që është një çështje politike që duhet me pa dhe me u zgjidh, po me sa jam i njoftuar nuk kemi pranu lista. Atëherë, zotri Bytyshi, ligji për të huajt parasheh edhe licencë për profesione të caktuara specifike. Ta zëm, infermierët në Kosovë, para se të punojnë, duhet marrin një licencë pune. A duhet ju kërkohet kjo edhe serbëve që punojnë në strukturat paralele gjatë kësaj periudhe që marrin leje qëndrim 12 mujor? Si parashihet funksionoj? Atëherë ligji për të huajt nuk e rregullon çështjen e licencës edhe të këtyre kritereve tjera ose certifikate tjera që duhen për të huaj. Mirë, po parasheh një leje pune nëse dëshiron të qëndrosh Kosovë për punësim. Ligji për të huajt e parasheh lejen e punës ose leje qëndrimin. Ndoshta duhet me sqaruar që leja e punës sipas ligjit parashihet për rastet që i huaji dëshiron të punojë në Kosovë për një periudhë që është deri në 90 ditë. Domethënë qoftë një ditë, 2, një javë deri në 90 ditë. I huaji duhet mu paraqitet me leje të punës. Leja e punës sipas ligjit për të huajt lëshohet nga Agjencia e Punës, që është në kuadër të ish-ministrisë financave, tash kjo Ministria e Re e Familjes. Kështu që leja e punës deri në 90 ditë lëshohet nga Agjencia e Punës, ndërsa për rastet kur i huaji dëshiron të qëndrojë më shumë në Kosovë edhe të punojë, ne i lëshojmë leje qëndrim me qëllim punësimit, i cili brenda e përfshin edhe drejtën për me punu. Po pastaj pas marrjes leje qëndrimit, të huajt që dëshirojnë të punojnë në profesione të rregulluara, duhet paraqiten edhe të aplikojnë për licenca ose certifikata përkatëse në institucionet përkatëse. Në këtë rast, të huajt që dëshirojnë të punojnë në sektorin e shëndetësisë, duhet që për licencë për me ushtru profesionin në shëndetësi të paraqiten në Ministrinë e Shëndetësisë. A i bie që këto duhet ta bëjnë këta serbë që punojnë në spitale të strukturave paralele? Kjo do të mbetet mu sqaru momentin kur veç kemi aplikime edhe fillojmë me barë aplikime për mi trajtu këto raste, po siç e thash në komunikatën që ne e kemi lëshu, kemi thënë që ne do të sigurojmë që do t'ju ofrojmë një leje qëndrim përkohshëm për 12 muaj me qëllim që me vazhdu shërbimet në shëndetësi dhe në arsim, po për këta duhet mu plotësu kriteret ligjore, që ligji parashet disa kritere ligjore, kështu që aplikimet duhet jenë individuale, edhe kriteret ligjore do të aplikohen. Po përderisa të rregullohet çështja e integrimit dhe licencimit të tyre, besoj që do të ketë masa që do të jenë përkohshme për me siguru që këto shërbime do të vazhdo. A mund ta dim pak a shumë çka mund të jenë këto masa? Për momentin ju ata njerëz mund punojnë dhe njerëz s'mund mesin pa shërbime. Për momentin ju thash ne i kemi marrë gjitha masat e duhura që janë për me fillu trajtimet e aplikimeve të këtyne personave kur aplikojnë për me punu qoftë shëndetësi ose në arsim, po për momentin për shkak që as nuk kemi pranu lista, nuk kemi pranu edhe aplikime në këtë situatë, kështu që nuk po mundemi në këtë moment me thënë diçka, po momentin që do t'i pranojmë këto dokumente, besoj do të bëhet më e qartë se çka janë masat cilat do të lirohen. E qartë. Po ashtu në konferencën që përmenda më herët të së shtunës, kryeministri Kurti përmendi që brenda 3 muajsh serbët do të mund të regjistrojnë faktet e tyre civile duke përdor edhe kartën e identitetit që e kanë lëshu strukturat paralele serbe. Çka do të thotë kjo, zotri Bytyshi, sepse pati një diskutim të gjerë se po legalizohen dhe pranohen strukturat paralele. A mund na tregoni çysh do të funksionojë? Atëherë për neve në aspektin praktik është e rëndësishme që këto janë dy çështje të ndara, domethënë
çështja e regjistrimit të fakteve të lindjes, martesës dhe vdekjes, cilat kanë ndodhur në territorin e Republikës Kosovës, por që me kohë nuk janë regjistruar në institucionet e Republikës Kosovës, por janë regjistruar në strukturat paralele, po domethënë bëhet fjalë për fakte që kanë ndodhur në territorin e Republikës Kosovës. Edhe siç është sqaruar në komunikat edhe në deklarimin e kryeministrit, është hap një dritare e re deri me 16 qershor 2026, në cilën do të regjistrohen gjitha këto fakte që kanë ndodhur në Republikën e Kosovës. Ndërsa sa i përket pjesës tjetër të letërnjoftimit lëshuar nga strukturat paralele, kjo do të bëhet për qëllimet e aplikimit për leje qëndrim dhe naturalizim për personat cilët jetojnë në Kosovë që një kohë gjatë, por cilët nuk janë pajisur me dokumenta të rregulta të Serbisë, po janë pajisura vetëm me dokumente të struktura paralele, por cilët e thash edhe më herët jetojnë që një kohë gjatë në Kosovë, edhe cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mujtë me u pajis me dokumentet të Republikës Kosovës. Dhe nëse Kosova pranon letërnjoftimin ose kartën e identitetit që ka lëshuar struktura paralele për të aplikuar për leje qëndrim, a nuk kupton kjo legalizim të atyre strukturave? Edhe kjo, siç u thash më herët, është diçka që është një çështje politike që del përtej asaj se çka unë jam i thirrur me sqaru. Për neve është me rëndësi që m'ju tregu qytetarëve mundësitë cilat ata i kanë për mi regjistru qoftë fakte, qoftë për me apliku për leje qëndrim ose për naturalizim, për me legalizu qëndrimin e tyre që është në Kosovë, ndërsa këto tjerat besoj që janë çështje që janë përtej asaj se çka muj me u përgjigje. Si ndikojnë shqiptarët e Luginës së Preshevës, sepse ka pas edhe këtu diskutim që ka diskriminim pabarazi të trajtimit të tyre krahas trajtimit të shtetasve të tjerë serb. Si trajton ligji ata? Ligji për të huajt e përmenda në fillim që zbatohet ndaj gjithë atyre që nuk kanë shtetësi të Republikës Kosovës. Ligji nuk bën asnjë dallim në baza etnike ose në baza tjera. Domethënë gjithë personat që nuk kanë shtetësi të Republikës Kosovës, gjithë ata konsiderohen të huaj sipas ligjit për të huajt, edhe nëse dëshirojnë të jetojnë në Kosovë, duhet me ju nështru një anës prej dispozitave të ligjit që parashet qoftë leje qëndrimin e përkohshëm, qoftë leje qëndrimin e përhershëm. Kështu që për gjitha kategoritë e personave që jetojnë në Kosovë, ligji parashet masa se si mund të aplikojnë për leje qëndrim, përhershëm, edhe si pastaj mund t'ju nështrohen procedurave të fitimit të shtetësisë. Kështu që në këtë rast nuk kemi të bëjmë me ndonjë diskriminim etnik, është me rëndësi të theksohet që edhe shtetasit sërbë cilët jetojnë në Serbi, e cilë dëshirojnë që të vinë në Kosovë pajisen me dokumenta, duhet i plotësojnë kriteret e njëjta sikur gjithë personat tjerë. Domethënë nuk ka përjashtime tek çështja e aplikimeve që janë bërë në baza etnike. Po i bie që edhe serbët që duhet marrin leje qëndrim për të punuar në spitalet ose shkollat e strukturave paralele, duhet ta bëjnë njëjtë edhe shqiptarët e Luginës së Preshevës për të punuar ta zëm në institucionet e Republikës Kosovës. Çdo kush që dëshiron të punojë në Republikën e Kosovës, duhet me aplikuar dhe mu pajis me leje qëndrim. Puna në Republikën e Kosovës, edhe nëse punon në spital të Mitrovicës së Veriut, puna në territorin e Republikës Kosovës nuk mund bëhet as edhe një ditë vetme pa u pajis me leje qëndrim të përkohshëm, të përhershëm apo me leje pune nëse është koha deri në 10 ditë. Kështu që pa marrë parasysh etnin, gjithë personat që jetojnë e nuk kanë shtetësi të Kosovës, duhet pajisen me leje qëndrim për me punu në institucione, qoftë ajo publike ose private. E qartë. Kalojmë tek ligji për automjete që po ashtu nisi në datën e njëjtë të zbatimit të tij të plot. Për personat që kanë edhe shtetësi të Kosovës, atributyqe, por kanë edhe shtetësi të një shteti tjetër dhe përdorin në Kosovë një automjet që ka targa të atij shteti të huaj. A u lejohet qarkullimi brenda Kosovës me atë vetur veç një herë për 3 muaj apo ky 3 muaj i përsëritet sa që veturat ke dalë nga territori i Kosovës? Atëherë ligji për automjete është një ligj që i rregullon një çështje tjetër që është çështja e automjeteve në përgjithësi, por është njëra prej dispozitave të ligjit për automjete, e rregullon çështjen e automjeteve që janë të regjistruara në vendet e huaja. Te kjo pjesë e ligjit që rregullon automjetet e regjistruara në vendet e huaja, është me rëndësi disa elemente. Elementi i parë është ligji i rregullon përdorimin e automjeteve nga shtetasit e huaj, cilët e kanë veturën e regjistruar në shtetin prej nga vinë, edhe cilët hyjnë në Kosovë për me qëndru përkohësisht. Para ato raste, ligji parashet që ajo veturë mund të qarkullojë deri në 3 muaj në Republikën e Kosovës. Mirë, po këtu duhet ta kemi parasysh që ky qëndrim i të huajt në Republikën e Kosovës me veturë lidhet edhe me ato që përmendëm te ligji për të huajt. Një huaj në Kosovë pa leje qëndrim mund të qëndrojë deri 90 ditë brenda 180 ditëve. Kështu që 3 muaj brenda 6 muajve ka drejt qëndroj i huaji, që i bie që është e lidhur edhe me afatin e qëndrimit të automjeteve. Qartë, por çka nëse ai i huaj që vjen qëndron në Kosovë 90 ditë
nuk kthehet me veturë, por kthehet me aeroplan. Vetura ti ka mbetë në Kosovë. Dhe herën e ardhshme ai vjen me aeroplan. Mund ta vozis përsëri veturën apo duhet bëj një largim jashtë territorit për të risetuar këtë 3 muaj? Ligji për automjete parashet që vetura e cila hyn në Kosovë mund të qëndrojnë në Kosovë për një qëndrim pa ndërprerje për më shumë të 3 muaj. Pas kalimit të afatit 3 muaj, duhet ta lëshoj territorin e Kosovës. Vetura duhet largohet nga territori i Republikës Kosovës. Ligji për automjetet nuk e parandalon që i huajit hyj përsëri me veturën në Kosovë, ose nëse ka qëndrime më gjata. Mirë, po këtu duhet me pas parasysh që ka edhe detyrime doganore që dalin përtej ligjit për automjete, po për cilat është përgjegjëse dogana, cilët edhe ata kanë obligime të veçanta se sa mundet një veturë e huaj qëndrojnë në Republikën e Kosovës pa ju nënshtru procedurave doganore. Kështu që sa i përket ligjit për automjete dhe sa i përket vozicëve, cilët i vozitin këto vetura, për ne është e rëndësishme që vetura brenda afatit 3 mujor të largohet nga territori i Republikës Kosovës, pastaj e njëjta mundet me hyrë në Kosovë, me qëndru normalisht edhe në kozgjatjen sa i lejohet edhe të huajit qëndrimi në Kosovë, por gjithmonë duke pas parasysh edhe obligime doganore që janë për veturat, cilat konsiderohen si vetura të huaja. Edhe një pyetje, çka për rastet kur vetura është me targa të huaja e një personi që ka shtetësi të Kosovës, por ka dhe shtetësi të shtetit huaj. Ta zëm ka shtetësi të Gjermanisë, ka shtetësi të Kosovës dhe veturën e ka me targa të Gjermanisë. Ai derisa shtetas i Kosovës mund të qëndrojë më shumë se 90 ditë. A lidhet edhe këtu 90 ditë me veturën apo? Po, domethënë vetura që është e regjistruar në shtetin e huaj dhe qytetari i Kosovës nëse ka shtetësinë e vendit prej nga vjen vetura, po dhe shtetësinë e Kosovës, por i cili jeton në vendin prej nga vjen vetura, ka drejt përsëri të hyjë në Kosovë në afatin 3 mujor, edhe brenda kësaj periudhe 3 mujore, i njëjti vetura duhet ta lëshoj njësoj dal nga territori i Republikës Kosovës. Do thotë 90 ditë që vlen për veturën ani pse personi ka shtetësinë e Kosovës. Po, 90 ditë që është qëndrimi i pakufizuar i veturës brenda cili duhet të dalë nga territori. Po besoj zotri Butyshi vlen njëjtë, por a mund të ma konfirmoni nëse është kështu edhe për personat që jetojnë në Kosovë, por kanë vetura me targa të Shqipërisë? Atëherë, ligji për automjete, si që e potencova më herët, vlen për ato raste që vetura është e regjistruar jashtë territorit të Republikës Kosovës dhe pronari jeton jashtë territorit të Republikës Kosovës. Në këto raste, edhe nëse ka shtetësi të Kosovës, mund vi edhe të qëndroj 3 muaj në Republikën e Kosovës. Domethënë, ligji për automjete e lidh faktin që vetura është e regjistruar jashtë territorit të Republikës Kosovës, por edhe shteti i jon, i cili është pronari i asaj veturës, është me qëndrim ose me banim me punë jashtë territorit të Republikës Kosovës. Te kjo procedurë nuk është se kemi pas shumë probleme në zbatim, po mendoj që problemet kryesore që i kemi has janë vozitja e veturave me targa të huaja me autorizime, që do të dalim edhe aty. Për kategorinë e mërgjimtarëve, para se dalim tek çështja e autorizimit, cilët jetojnë jashtë, por e lën një veturë këtu në Kosovë që ta kenë për shfrytëzim sa herë që vinë në pushim. A vlen edhe për ta afati 3 mujor për veturën? Domethënë, afati i veturës është i njëjtë sikur te çështja e ligjit për të huajt. Vetura nuk merret parasysh nëse vetura është e një shtetit ose është në pronësi dikujt tjetër. Me rëndësi për neve është që vetura është me targa të huaja. Vetura e cila është me targa të huaja duhet qëndrojnë në Kosovë maksimumi, mund qëndrojnë në Kosovë maksimumi deri në 3 muaj pa ndërprerje. Çka ndodh në një rast, zotri Butyshi, kur ta zëm dikush jeton, po e them prapë, në Gjermani, herën e fundit që ka qenë në Kosovë ka qenë vera e kaluar, vjen këtë verë, ka kaluar 1 vit, vetura e tij ka qëndruar në garazh për 1 vit, duhet ta tërheq veturën jashtë Kosovës për ta përdorur ata 3 muaj sa do të qëndrojnë pushime në Kosovë apo çysh? Tash këto janë disa raste shumë specifike që besoj është shumë e vështirë në praktikë për shkak që fillimisht vetura për me qëndruar në Kosovë, nëse është e regjistruar në vendin e huaj, vetura duhet i nënshtrohet procedurave të rregullta që janë atje, qoftë sigurimit ose qoftë kontrollave teknike. Kështu që është e pa imagjinueshme që një veturë me qëndru për vite në Kosovë pa u kthyer në vendin e origjinës dhe më nënshtru çështjes së sigurimit edhe çështjes së kontrollave teknike. Po çka ndodh në praktikë është që në momentin që një veturë është në Kosovë për një periudhë më gjatë se 3 muaj, edhe haset nga policia e Kosovës, bëhen verifikimet e hyrjes së veturës në kufi, në qoftë se konstatohet që vetura ka qëndruar më shumë se 3 muaj, ligji për automjete parashef gjobë për shoferin, por gjithashtu parashef që edhe vetura duhet dalë nga territori i Republikës Kosovës, pastaj
këtu hyn edhe çështje tjera që përmenda më herët, që janë çështjet e doganës, cilët zyrtar doganor, besoj ata i sqarojnë dispozitat e ligjit më mirë, por edhe zyrtar doganor, ligjet përkatëse doganave kanë kritere specifike se sa mundet një veturë me targa të huaja të qëndrojnë në Kosovë. Kështu që në parim çdo veturë që është me targa të huaja duhet qëndrojnë në Kosovë, mund të qëndrojnë në Kosovë më shumë të 3 muaj pa ndërprerje. Sa është gjoba e policisë në këtë rast nëse kalon? Nëse nuk ka bëj është 200 euro me ligjin për automjete, parashihet gjobë 200 euro për vozicin. E qartë. Tek rastet e përdorimit me autorizim, ta zëm nëse një person jeton jashtë Kosovës dhe ka një automjet me targa të huaja, ta zëm të Serbisë, jeton në Serbi, ka automjetin me targa të Serbisë, por ka familjar të tjerë që jetojnë në Kosovë. A mund ta vozisin veturën e tij kur ai është në Kosovë familjar që jetojnë në Kosovë? Atëherë shtetasi i Kosovës që nuk e ka të rregulluar qëndrimin në vendin prej nga vjen vetura, pa marrë parasysh është familjar apo ka relacion tjetër, nuk ka drejt me vozit veturën që është e regjistruar në vendin e huaj. E vetmi përjashtim, kur një shtetas i Kosovës që nuk e ka të rregulluar qëndrimin në vendin prej nga vjen vetura, e që ka drejt ta vozis veturën është e para me praninë e pronarit, nëse edhe pronari është në veturë me të. Edhe e dyta, përjashtimi i dytë që e njeh ligji për automjete është në qoftë se e marrim një shembull konkret, një veturë që është e regjistruar në Gjermani, në pronësi të një shtetasit të Kosovës që ka leje qëndrim në Gjermani, familjari i këtij shtetasit ton mund ta vozit këtë veturë vetëm në qoftë se edhe ky është shtetas i Kosovës dhe e ka leje qëndrimin në Gjermani dhe me kush që autorizimi t'jepet në Gjermani. Jo në Kosovë. Jo në Kosovë. Autorizimi duhet t'jepet në vendin prej nga vjen vetura. Kjo është ndoshta shumë informat e mirë për diasporën tonë cilët kanë familje, edhe cilët dikush prej antarëve të familjes mundet me marrë veturën që është e regjistruar në pronësi të një familjari tjetër, mundet me vozit veturën në pronësi të familjarit me autorizim të lëshuar nga shteti prej nga vjen vetura, në qoftë se edhe ky i plotson të dy kriteret, domethënë është shtetas i Kosovës dhe ka qëndrimin e rregulluar në vendin prej nga vjen vetura. Nëse të dytë kanë leje qëndrim ose pasaportë gjermane, mund vozisin të njëjtën veturë në Kosovë. Domethënë të dy duhet i plotësojnë edhe pronari edhe i autorizuari, duhet i plotësojnë kriteret e njëjta dhe autorizimi duhet jepet nga vendi prej nga vjen vetura. Ky është përjashtimi tjetër, siç e thash, është kur është pronari në veturë. Raste tjera nuk lejohet autorizimi me vozitja me autorizime të veturave të regjistruara jashtë vendit. Ka pas edhe shumë pyetje nga qytetarë që jetojnë në Zvicër, e cilët i vozisin 2 vetura me një palë targa, sepse sistemi zvicran u lejon të kesh një veturë në Zvicër, kur vjen në Kosovë ke veturën tjetër këtu, merr targat e njëjta për ta vozit veturën që e ke në Kosovë. Qysh funksionon ligji këtë rast? Edhe kjo është e njëjtë sikur të raste tjera, për shkak që siç e thash, gjatë kontrollave, gjatë vizitave që mundet mi pas, po më në gjatë kontrollat që mundet mi pas policia në teren, policia duhet me verifiku kohën kur vetura ka hyrë në Republikën e Kosovës. Kështu që nuk mundet mu verifiku targa, verifikohet koha kur ka hyrë në territorin e Republikës Kosovës, nëse vetura ka qëndru ma shumë se 3 muaj, domethënë prap shqiptohen gjobat, edhe duhet dalë jashtë për me hyrë në Kosovë prap. Kështu që edhe kjo zbatohet e njëjta, vetura që është e regjistruar në vendin e huaj nuk mund të qëndroj vazhdueshëm më shumë se 3 muaj në Republikën e Kosovës. Përmendet gjobën për ata që te kalojnë, do thot rregullat sa i përket ligjit për automjete dhe është gjoba deri në 200 euro, por në përgjithësi edhe me ligjin për të huajt, sa janë ndoshta gjobat ose dënimet që parashihen nëse dikush përfill rregullat e përcaktuara. Tash te ligji për automjetet kjo është gjoba, domethënë që parashihet për shkelësit, ndërsa te ligji për të huajt, ligji parasheh masa që janë të ndryshme prej këtyre dhe mund të jenë edhe më të rënda. Fillimisht është një gjobë që i shqiptohet të huajit, sipas ligjit për të huajt gjoba mund të jetë prej 100 deri në 300 euro, varësisht prej shkeljes, në rast shkeljes të parë, por pastaj gjithmonë mundet me pas gjoba edhe më të rënda që ligji i parasheh qoftë vendimin për largim vullnetar nga territori i Republikës Kosovës, vendimin për largim me forcë nëse nuk i zbaton dispozitat e ligjit huaj, ndalesën e hyrjes në Republikën e Kosovës për të huajit që mund me qenë prej 1 muaji deri në 5 vite, edhe në fund edhe të huajt cilët vinë Kosovë pa isën me leje qëndrime, por ndërkohë kryen shkeljet ligjit, parashihet mundësia që atyre t'ju revokohet
leje qëndrimi edhe të largohen nga territori i Republikës Kosovës. Po gjithmonë është mirë kur sa herë që flasim për gjobat edhe për masat ndëshkuese, është mirë me theksu që gjitha këto masa janë masa që shqiptohen në mënyrë individuale, edhe gjithmonë janë proporcionale me shkeljen që është kryer. Domethënë nuk janë masa që shqiptohen ndaj gjithëve njësoj, po janë masa që duhet matet shkalla e shkeljes, cila ka qenë shkelja, edhe gjithmonë përgjegjësia individuale e shkelësit në raport me këto masa. Dhe krejt për fund, zotëri Bytyshi, një nga pyetjet që kemi marrë prej qytetarëve është pse në Kosovë ende nuk ekziston mundësia, siç e bëjnë shumë shtete evropiane, të regjistrosh një veturë përkohësisht, për 5, për 10 apo 30 ditë, varësisht sa do të jetë qëndrimi i ty përkohshëm në Kosovë. Ligji për automjetet e parasheh regjistrimin e përkohshëm, edhe besoj keni pa edhe në qytet targat përkohshme, të cilat dallohen prej targave të rregullta që janë, kështu që ligji për automjetin në Kosovë e parashef edhe obligon regjistrimin e përkohshëm, mirë po për ato raste që qëndrojnë më tepër se sa qëndrimit që ne e pam 3 muajshi që është për raste qëndrimit afatshkurt. Për shkak që nëse një qytetar i huaj i vjen në Kosovë edhe dëshiron me qëndru në Kosovë për 1 muaj ose 2 muaj, nuk mund të obligojmë që të pajiset me targat përkohshme. Po targat e përkohshme janë parapare për ato raste të huajve, cilë dëshirojnë qëndrojnë për një periudhë më gjatë në Kosovë, punojnë në Kosovë, por dëshirojnë që përkohësisht. Po nuk ka mundësi të tillë, asëm për 10 ditë ose për më pak, për më pak se 2 muaj. Po nuk ka logjik që të detyrohen qytetarë që të regjistrojnë veturën me targat përkohshme për 10 ditë, kur ajo i lejohet me ligjin për të huaj që të qëndrojnë në një periudhë 3 muajore. Domethënë regjistrimi i përkohshëm parashihet për qëndrimin në Kosovë përtej afatit prej 3 muaj sa e lejon ligji. Ndërsa nëse ne vendosim që tash edhe për datë për periudha prej 10 ditësh detyrohen qytetarët që të regjistrohen, besoj që ajo del edhe në kundërshtim me ligjin edhe në praktikat e vendeve tjera, për shkak që këto dispozitat e ligjit për të huajt edhe ligjit për automjete janë dispozita që janë pothuajse të njëjta në gjitha vendet, e posaçërisht në vendet e Evropës, për shkak që edhe ne si ministri, sa herë që hartojmë legjislacion, jemi detyruar që legjislacionin tonë ta hartojmë përputhje me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Kështu që këto janë praktika që janë në gjitha vendet e Evropës, për atë arsye për periudha deri në 3 muajore, të huajt janë të lirshëm që të qarkullojnë me veturën e tyre, normalisht duke i zbatuar obligime tjera që janë të regjistrimit edhe këto obligime tjera për qarkullim në Kosovë. Ndërsa targat e përkohshme, pajisja me targat përkohshme është e lejuar me ligj, dhe janë mundësitë që një person i cili dëshiron të qëndrojë më gjatë në Kosovë ta regjistrojë veturën me targa përkohshme. Faleminderit shumë për kohën dhe gjitha sqarimet, zotëri Bytyshi. Faleminderit për juve. Shikues të Radios Evropa e Lirë, ishte kjo një intervistë sa i përket zbatimit të ligjit për automjete dhe ligjit për të huajt dhe sqarimet rreth tyre me drejtorin e Departamentit Ligjor të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës.